Dardani është nga Prizreni, Eric Adams është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dardani është një inxhinier i shkëlqyer në teknologjinë e informacionit. Adams është politikan, ish kryebashkiak i New Yorkut. Dardani nuk ka asnjë problem me drejtsinë. Zoti Adams, po, ka patur disa peripeci ligjore në vendin e vet. Pavarësisht se dosja e tij është mbyllur, për një politikan si ai mbetet një njollë në karrierë. Dardani nga Prizreni ka lidhje të forta me Shqipërinë, e do me zemër. Prej më shumë se 15 vitesh ai jeton dhe kontribuon në Tiranë bashkë me bashkëshorten e tij nga Prishtina dhe 2 fëmijët e tyre. Adams thotë se do Shqipërinë, se ka lidhje me komunitetin shqiptar që jeton prej vitesh në vendlindjen e tij. Ai vetë ka ardhur deri tani 2 herë në Tiranë, një herë kur ishte kryebashkiak në IKE dhe pak ditë më parë kur aplikoi për pasaportë dhe kartë identiteti shqiptar në nga njësitë e shumta administrative të kryeqytetit shqiptar. Pastaj është kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse këtu nuk ka një rezidencë banimi. Një nga paraardhësit e Dardanit ka qenë pjesë e rëndësishme e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Të njëjtën nuk mund ta themi për Erikun nga Amerika e Largët, mbase edhe nuk e dim. Do të pyesni ju, çfarë lidh Dardanin me Erikun? Kanë një të përbashkët, shtetësinë shqiptare. Me një ndryshim shumë të madh, Dardani nga Prizreni dhe bashkëshortja e tij nga Prishtina hoqën të zitë e ullirit derisa e morën shtetësinë e nënës Shqipëri. U duhej të prisnin me vite për të marrë dekretin, sepse dosja e tyre i ngjante polurës së Penelopës.